Faleminderit edhe juve për ftesën, gjithmonë është kënaqësi të jem pjesë e emisionit ju, ku ju zakonisht doni këshilla adekuate se si njeriu duhet të jo vetëm të shërohet, por të vazhdojë jetën e tij në faza normale. Unë jam Arbanes Maxhuni, fizioterapist me provojë të gjatë pune. Fizioterapia nuk është vetëm një masazh apo një ushtrim, fizioterapia është jetë. Është ajo e cila gjen gjithmonë ndikim të madh në gjitha sferat e mjekësisë, duke filluar nga ortopedia, pediatria, neurologjia, geriatria, edhe e shumë degë të tjera të mjekësisë. Është ajo e cila e rikthen funksionin e jetës, është ajo e cila e rikthen lëvizjet, është edhe ajo e cila e rikthen pushteshin. Fizioterapia gjen një përdorim të madh apo një gamë të gjerë në gjitha sferat e mjekësisë. Kohë të fundit janë ato probleme të mëdha të cilat personat apo pacientët të ndryshëm hasin janë problemet me boshtin kurrizor, dhimbje të ndryshme që fillojnë nga dhimbjet e qafës, dhimbjet e fundshpinës, po edhe problemet të tjera ku ka lëndime të ndryshme sportive, ku trajtojnë sportistët të ndryshme pas lëndimeve të mëdha sportive. Pastaj kemi problemet të moshave të treta ku janë osteoartritet, sëmundje degenerative të cilat ndikojnë drejt për drejt në dhimbje të ndryshme në trupin tonë, dhe janë fizioterapia e cila i ndihmon dhe i parandalon të mos të vijë deri te problemet të ndryshme në trupin tonë. Ne mund të marrim një këshill për fizioterapia dhe atëherë kur ne nuk kemi nevojë. Një dhimbje sado e vogël pas një ditë pune është një alarm që trupi jonë duhet patjetër të fokusohet dhe ta kërkojë zgjidhjen e saj. Për shkak se nëse një dhimbje fillon dhe vazhdon dhe nuk parandalohet, atëherë ajo dhimbje mund të zgjasë me muaj të tëra. Atëherë ne mund të marrim edhe këshilla të ndryshëm nga fizioterapeutët, jo vetëm atëherë kur ne kemi nevojë, për shkak se një këshill adekuate parandalon një sëmundje e cila mund të vijë në të ardhmen. Pra fizioterapia duhet patjetër të cilësohet edhe atëherë kur ka nevojë për këshill e jo vetëm atëherë kur është patjetër nevojë. Gjithmonë e kanë cilësuar fizioterapinë vetëm si masazh, mirë po fizioterapia nuk është e tillë. Fizioterapia ka shumë disiplina të ndryshme apo ne i ndajmë metoda të ndryshme të cilat fizioterapia me një fjalë ndihmon probleme të ndryshme të trupit tonë, duke filluar nga lëvizje të ndryshme me ushtrime adekuate, ne gjithmonë japim rëndësi trupit tonë që të shërohet. Pastaj ka agent të ndryshëm, është elektroterapia e cila ka ndikim shumë të madh në fizioterapi. Po ashtu edhe procedurat e tjera të fizioterapisë. Fizioterapia në përgjithësi është ajo e cila i parandalon dhe i eliminon, po njëkohësisht edhe i jap trupit tonë lëvizjet që i kanë munguar më herët, domethënë e rikthen aftësinë për të jetuar. Fizioterapia i mundson patjetër personat të cilët kanë pasur probleme të ndryshme dhe nuk kanë munguar lëvizjet për shkak të aksidenteve të ndryshme, sëmundje të cilat janë paraqitur, që të rikthej prapë lëvizjet dhe funksionet e jetës. Shpesh njerëzit fizioterapinë e marrin si një mjeshtër të makinave, mendojnë që menjëherë me një seancë apo 2 seanca trupi i tyre duhet të rregullohet. Fizioterapia nuk është e tillë. Gjithçka varet nga shkalla e lëndimit, nga problemet që pacientët kanë, si edhe nga lloji i sëmundjes që ata hasin. Seancat nuk mund të themi se duhet të jenë gjithmonë të varura në numër, ato duhet të vazhdojnë në bazë të progresit të dhimbjes dhe eliminimit të tyre. Seancat gjithmonë varen nga lloji i sëmundjeve. Ne duhet ta trajtojmë njeriu ngadalë dhe dhimbja të eliminohet ndoshta jo për gjithmonë mirë, por për një kohë të gjatë. Duhet patjetër të marrin këshillat adekuate kur trupi jonë rrin në kohë të gjatë mbi tetor para kompjuterit, rrin mbi tetor në telefon, kur qafa jonë është e tërhequr para, kur krahët tonë janë të varur përpara. Ajo flet që nëse qëndrojmë për një kohë të gjatë, pesha jonë trupore në qafë dhe në shpinë do të bie 15 deri 20 kg. Po ashtu kur ne fillojmë të ndijmë dhimbje të ndryshme nëpër trup, atëherë është koha që ne patjetër duhet të konsultohemi me një fizioterapist, për shkak se krahas terapive që ai mund të bëjë, ai mund të japë një këshill shumë të rëndësishme për ju, e cila do të parandalojë problemet të cilat mund të shfaqen në të ardhmen.